Ke ikur jashtë në emigracion? Jashtë të ditërve kam ikur vetëm një vit. Një vit? Po, edhe sot që kujtoj atë ikjen, jam bërë shumë pishman që kam ikur. Në qoftë se do isha këtu dhe një vit, do isha 100 herë më mirë. Sa e bukur. Ju lutem, kush e dëgjon këtë gjë, do duhet dëgjuar mirë. Një vit që mungoj, i prishi punë karrierës së mëparshme. Çdo mungesë të prish punë. Po pse të prish punë? Të nuk ta zuri askush vendin. Jo se ma zuri njëri vendin, po do isha 10 vjet më parë në Libo në këtë pozicionin tim. Ju vonove Libovës? Ju vonova Libovës. Ku shkove ti në Greqi atëherë? Shkova në Greqi një vit dhe pastaj kam ardhur pasi erdha në emigracioni, dhe thash se në emigracion do bëj legu me thes. Po faktikisht nuk ndodhi ashtu. Aty në emigracion ishe, punoje tërë ditën dhe mirë 5.000 dirham. Punoje 16 orë, mirë 5.000 dirham. Jo në kuzhinë. Jo në Kush të fut në kuzhinë? Nuk të fut në kuzhinë, më thanë që të futesh vetëm pjekës. Të piqe, vetëm të piqe. Të piqja në qynur. Ty të vinte plasja ku shikoj që ata s'din fare grasin aty. Vinte plasja, orëdi sa s'kishte ku të vendem. Po ç'bëj? Me sinqeritet çfarë? Në vend të botës je i huaj. Je i huaj. Edhe kur u ktheva pastaj, kur ktheva në Greqi, punova në zonë drogë. I kanë mora një lokal me qira. Ku trapu? Fitimisht në 96-ën vajta te Lulemea, në Jorgocat. Kishte një lokal, po kishte një kuzhinë shumë të mirë, dhe kishte shumë punë. Ishim 3 kuzhinjerë dhe nuk mund të përballoj dot punën. Aty pash që mungesa time